Kemi ganën, flasim pak për ditët e dyrëve të hapura që është mbështetje për personat me sindromin Down, e ka edhe dikën nga shoqata e Down Syndrome Kosova Ganja atje, të cilën sigurisht na prezanton ajo vetë. Gana, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Gana, përshëndetje. Delfina Agran, mirëmëngjesi për ju në studio dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin. Po pra ne gjendemi këtu në shoqatën Down Syndrome Kosova, ku po zhvillohen një mori aktivitetesh. Kam të ftuar Riada Stanovci nga shoqata Down Syndrome Kosova, e cila janë njoftuar mëngjesisht rreth këtyre aktiviteteve. Riada, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, kanë emete mirë se erdhët në qendrën e Down Syndrome Kosovës, tonë në Prishtinë. Ajo që po shohim është veç një pjesë e aktiviteteve, tash që po zhvillohen një mori aktivitetesh. Kisha dashur ti ndajmë për shikues që po na ndjekin në Mirëmëngjesi Kosovë. Po atëherë që t'jemi sa më të qartë për shikuesit, ne këtu aktivitete i kemi në ndër të 21 marsit. Mirë po përgatitjet edhe aktivitetet tona fillojnë qysh më herët, pra. Kemi lancu tashmë 2 aktivitete, e kemi aktivitete një kartolin për ty, edhe aktivitetin ditët e dyrëve të hapura. Para se me shku të një kartolin për ty, ndoshta ditët e dyrëve të hapura ta prezantojmë për publikun, se po besoj që tashmë kartolinat vetë janë bërë tradicionale dhe pak a shumë kanë informacione. Po, punëtëria kartolina me Down Syndrome Kosova është aktive gjatë gjithë vitit, mirë po fokusin më të madhe ka në periudat të kohëve të caktuara si në kohë festash apo për 21 marsin. Fushata ditët e dyrëve të hapura ka për qëllim që të ftojë gjithë qytetarët, gjithë të cilët janë të interesuar të vinë dhe të ndalen te pika në Prishtinë apo edhe të qendrat e tjera që i kemi në Kosovë dhe të punojmë bashkërisht me anëtarët një kartolin, aty e shohin edhe vlerën edhe pikërisht po e promovojmë punën e anëtarëve dhe po tregojmë që vetë personat me sindromin Down i punojnë këto kartolina. Ka të interesuar, kanë ardhur deri tash, se janë përgjigjur kësaj thirrje në dyrë të hapura që të vinë dhe të punojnë së bashku? Po, kemi pas që kanë fillu vetëse me u interesu qytetarët edhe gjithë bizneset apo kushdo që është i interesuar. Pra thirrja vlen për gjithë ata që kanë vullnetin të vinë. Ne kemi lancu si aktivitet ka fillu me 11 shkurt dhe do të vazhdoj deri më 18 mars, andaj edhe për ata të cilët nuk kanë pas mundësinë deri tash të vinë, i ftojmë që të vinë edhe të bashkohen bashkë me ne në këtë aktivitet. Kemi parë që janë bashkangjitur edhe emra të njohur, fytyra të njohura për publikun. Ka edhe interesim të tyre që të vinë, të jenë bashkë, që ndoshta edhe të solidarizohen për të ftuar edhe qytetarët. Po, realisht, edhe ajo që neve na ka pëlqyer dhe është shumë e mirë në këtë rast për ne, se edhe e dim që fytyrat publike dhe gjithë tjerët kanë influencën edhe një rreth ma gjatë njerëzve që mund të shohin si aktivitet dhe të ndikohen e të vinë prapë na vizitojnë. Çka është tjetra është edhe anëtarët tanë po janë shumë të lumtur kur po takojnë edhe po punojnë bashkërisht për një fytyrë apo me një këngëtar tyne të preferuar, një kartolinë edhe po puna edhe përditshmëria që e kemi po bëhet edhe më atraktive. Flasim pak për kartolinat, vetëm një pjesë e tyre kemi këtu ku edhe shikues mund t'i ndjekin. Na trego pak për ecurinë edhe se si po shkon kjo shpërndarja e tyre nëpër institucione. Po, përveç aktivitetit ditët e dyrëve të hapura, ne tash e disa vite e kemi edhe një kartolin për ty, cilin bashkëpunim me mashtin, vendimin e marrim prej mashtit edhe na mundsohet që me bëj shitjen e kartolinave nëpër institucione publike apo private, në shkolla, kopshte, ne i telefonojmë, i kontaktojmë shkollat, ju tregojmë për që prap edhe këtë vit e kemi këtë aktivitet, shumica prej tyre veç po janë shumë të gatshëm për me u bashku me neve edhe me bë vlerën e kartolinave, tu e kuptu që na i kemi nxënësat ata që janë duke i bler këto kartolina dhe vlera po i shtohet edhe më shumë edhe po shpresojmë që po shpërndahet dhe po vazhdon prap ideja me shkruajt një kartolinë edhe me uru diçka tjetër, jo vetëm me një mesazh në Facebook apo në Instagram. Janë kartolina, domethënë është vetëm kjo pjesa e punuar, ndërsa pjesa brenda shohim edhe kjo pjesa këtu është e punuar, ndërsa brenda është zbraz ku mundën ata që e blejnë. Po, kush don mundet me personalizu edhe me shkruajt një mesazh, një orem apo çka që dëshiron për një familjar të afërm apo të dashurit të tyre. Këto dizajnet se janë shumë të bukura në realisht kartolinat, punon gjitha nga qendra apo Gjitha janë pundore. Ne i blejmë vetëm materialet, pra hamerat apo materialet që neve na duhet për punë, gjitha format, gjitha çka po i shohim edhe kartolinat që po i shohim janë gjitha pundore të punuara prej stafit, prej personave me sindromin Down, po që patjetër që në kohë festash apo në kohë aktivitetesh neve na duhet shumë ndihmë. Atëherë kemi ndihmë edhe praktikantët, vullnetarët, nuk muj me lënë pa e cek që kemi ndihmë edhe prindërit e vet anëtarëve tonë, të cilët përderisa një anëtar është duke marrë shërbim ose duke mbajtur një seancë terapeutike, prindërit e tyre apo familjarët po angazhohen edhe po na ndihmojnë te punëtoria kartolina. Po çka është kryesorja dhe më e rëndësishme e këtij aktiviteti është që kryesisht të gjithat punohen prej vet të rriturve me sindromin Down.
Riada, kjo ka një qëllim, kisha dashur me tregu se nuk është thjesht vetëm shitja këtyre kartolinave. Patjetër, ka një qëllim shumë të rëndësishëm mundemi me thënë. Me shitjen e kartolinave gjenerohen të ardhuna për organizatën Down Syndrome Kosova, e kur po themi ngritje fondesh apo gjenerimi të ardhurave, po nën kuptojmë stabilitetin dhe mundësinë e ofrimit të shërbimeve që personat me sindromin Down i marrin tek kjo shoqat në të 5 qendrat tona, edhe vlen çka është shumë e rëndësishme atë sekret është që shërbimet janë pa pagesë për personat me sindromin Down. Kemi parë që bëhet thirrja dhe punësimi i tyre, vazhdon të mbetet sfidë pjesa e punësimit të tyre. Realisht si qëndron në këtë pjesë? Shumë mirë e thatë, vazhdon të mbetet sfidë pjesa e punësimit, e tu e ditë që punësimin e personave me aftësi të kufizuara e garanton ligji, ku thret edhe i bën thirrje çdo biznesi dhe obligon çdo biznes që ka 50 persona staf që stafi antari 51 të jetë një person me aftësi të kufizuar, në këtë rast ndoshta konkretisht me sindromin Down. Vazhdimisht po bëjmë thirrje, vazhdimisht tentojmë që të bëjmë punësimet e antarëve tanë, kemi një numër të konsiderueshëm që nuk mundem me thënë që është një numër i kënaqshëm i antarëve që i kemi të punësuar, po në këtë rast këto aktivitete po ngërthejnë shumë gjëra që na po dojmë të përçu. Me anë të aktiviteteve të tilla ne po tregojmë edhe gjithë qytetarët që po vinë dhe po na takojnë, po e shohin që edhe personat me sindromin Down janë të aftë të bëjnë punët e tyre që janë të aftësuar në atë fushë. Thjesht çka duhet është më u dhënë hapësira e duhur, mbështetja e duhur sa i përket punësimit edhe tregojnë potencialin e tyre edhe vetë atar tonë. Bizneset po hezitojnë apo pse vazhdon të mbetet që kjo pjesë sfidë punësimi i personave me sindromin Down? Ende nuk e kemi një përgjigje konkrete për këto pse bizneset. Kur juve ju kanë refuzuar, ndoshta ta themi kështu? Nuk mundemi me thënë që ka raste që kanë refuzuar, edhe kanë hezituar. Mund të them edhe që kanë hezituar. Mirë, po çka vlen me cek edhe me qenë informacion për gjithë bizneset apo për këtë që është i interesuar me punësu një person me sindromin Down është që organizata Down Syndrome Kosova e bën edhe mentorimin social. Pra ne mbështesim edhe biznesin, duke mbajtur sesione, duke mbajtur takime me cikle të caktuara me biznesin, gjë që të ndihmojmë qoftë antarin apo biznesin në integrimin e tregun e punës. Pra jemi mbështetje edhe për biznesin, jo vetëm për antarët tonë që i përgatisin për tregun e hapur të punës. Për kraja nga institucionet? Këtë përgjigje më së miri të me tregu ndoshta duke thënë që veç një antare kemi të punësuar në institucione publike. Asnjë antar më shumë se sa vetëm kemi një antar të organizatës të qendrës në Prishtinë në trafikun urban. Vije që prapë në biznese qëndron më mirë se sa... Çdo herë themi që bizneset private janë ata që çdo herë kanë dyert më të hapura sa i përket punësimit të personave me sindromin Down. Keni bërë kërkesa, thirrje nga institucionet për punësimin e tyre? Për antarët edhe për grupin e antarëve të rritur këtë kemi ndër targetet kryesore, punësimin e tyre. Pra pavarësisht asaj që punohet me seanca mbështetëse dhe tentojmë që të sa më shumë të jenë antarët sa më të pavarur, punësimi është ajo kryesorja për të rriturit që na i kemi. Për shkak se ne kemi antarë që kanë përfunduar shkollimin e mesëm edhe aktivitetin e vetëm që e kanë aktualisht është vetëm seanca mbështetëse që i kanë në shoqate që janë ndoshta në fushat e caktuara shumë të arrinjtë edhe të punësohen. Vazhdimisht bëjmë thirrje, vazhdimisht të tregojmë, vazhdimisht po tregojmë që është e drejtë që ligji e garanton, po shpresojmë që të shkojmë drejt përmirësimit. Po cilat janë përgjigjet e tyre, pse nuk ka të punësuar më shumë? Nuk e di thashë më herët, vazhdon me qenë një hezitim, pavarësisht asaj që na duke po dojmë që me storjet tona suksesi gjithmonë i postojmë në rrjetet sociale dhe tregojmë që arrijnë me u punësu edhe antar, po besoj që punësimi vazhdon të jetë sfidë jo vetëm ndoshta për personat me aftësi të kufizuara, por edhe shumë për persona të tjerë, po shpresojmë që të shkojmë drejt përmirësimit, të shkojmë drejt asaj që gjithçka që ligji u garanton të përfitojnë edhe personat me sindromin Down që të kenë një jetë të mirëfillë sikur gjithë tjerët. Riada jemi drejt fundit, ndoshta për fund për gjithë ata që po na ndjekin në Mirëmëngjesi Kosovë tani drejt për drejt. Për fond, atëherë po e lidhje me aktivitetin ditët e dyrëve të hapura, po ftojmë gjithë që shprehin dëshirën edhe vullnetin e mirë me ardhe me na vizitu të qendra këtu në Prishtinë. Vlen me cek që ditët e dyrëve të hapura është aktivitet i hapur edhe në qendrat në Ferizaj, Mitrovic dhe Gjilan. Të na vizitojnë, të punojnë një kartolinë bashkërisht me antarët tonë edhe të shohim vlerën edhe të shohim sa kartolina të bukura po punohen në DSK. Jo, të faleminderit shumë, uroj që gjitha këto aktivitetet ju shkojnë mbar ashtu siç i keni planifikuar. Faleminderit shumë juve për hapësirën dhe kohën. Delfina Agron, kjo ishte gjitha nga shoqata Down Syndrome Kosova, pra për gjitha biseduam me Riadën për aktivitetet që po zhvillohen në këtë shoqat, ishte gjitha e kaloj linjën për ju në studio. Faleminderit shumë për këto informacione, këtë intervistë që sot për ne dhe për shikuesit. Ndërkohë ne të dashur